Mbas çlirimit të vendit, në vitin 1944, komunistët që erdhën në pushtet përndoqën cilin do që shprehej kundër diktaturës së tyre. Mes tyre ishin edhe klerikët vendas që u burgosën, u internuan, u persekutuan, madje edhe u ekzekutuan. I tillë ishte edhe At Aleksandër Lipe, prifti orthodoks nga Kaludhi i Përmetit, klerik i përkushtuar, mësues i gjuhës shqipe dhe patriot, i pushkatuar në 4 korrik 1946. Hapi shkollën e parë shqipe në Kaludh, në një ambient të kishës. Qëllimin e fshet të Enver Hoxhës për të qëruar të gjithë intelektualet. Athiri Enveri aty e i tha në kthimin i ka thënë në botë se të thoj Krishtin se jam i betuar për punë, ta thirrë ai para të jetë. Kundërshtoi teorinë e Enver Hoxhës, duke i thënë se ardhja juaj në pushtet do të jetë një gjë shumë e keqe. I pandeu, i pranon akuzat? Jo, ato janë shpifje. Çfarë shpifjesh thua ti more? Ne kemi fakte. Faktet tuaja janë gënjeshtra. Trupi i gjykojës vendosi At Aleksandër Lipe dënohet me pushkatim. Kjo është e padrejtë. Ne jemi pafajshëm. Akuzat tuaja janë të gënjeshtra. Skuadra gati. Fier! At Aleksandër Lipe lindi më 12 janar të vitit 1895 në Kaludh të Rëzës së Përmetit. Fëmijërinë e kaloi në vendlindje, ndërsa në Stërmbec, në vitin 1913, përfundoi shkollën në gjuhën greke. Kur ishte vetëm 17 vjeç, varfëria dhe vdekja e Atit e detyruan të emigronte në Greqi në vitin 1917. Krahas punës atje, studioi në gjimnazin e Velas për mësues prift dhe më pas në seminarin teologjik të Selanikut, që e përfundoi në vitin 1922. Kur u kthyen atje, Mitropolia e Korçës e emëroi prift në kishat e Katundit të Gjinakarit dhe të Kaludhit, dhe më pas në Radov të Leskovikut. Më vonë u emërua zëvendës mitropolit i Përmetit. Kur u dorëzua prift, veshi i rason dhe premtoi se do t'i shërbente Zotit, ortodoksisë dhe besimtarve. Përgatitja e lartë teologjike, korrektësia, përkushtimi dhe mirësia nxitën kishën ortodokse ta emëroi në maj të vitit 1925 klerik në kishat e Beratit dhe mësues në shkollat teologjike për përgatitjen e klerikëve të rinj në atë qytet. Ai nuk e harroi vendlindjen dhe kur u kthye në vjeshtën e vitit 1927, hapi për herë të parë me shpenzimet e veta shkollën shqipe, ku vetë ju jepte mësim rregullisht
fëmijëve të fshatit dhe zonës përreth. Atë Aleksandri, ose Papa Aleksi, si që thërrisnin shkurt, ju mësoi gjuhën shqipe fëmijëve para se qeveria mbretërore të hapte shkolla të rregullta. Mësimin e gjuhës shqipe e jepte në ambientet e kishës. Kjo vepër arsimdashëse e atë Aleksandër Lipes shpreh faktin se Kisha Ortodokse në gjirin e saj ka kultivuar klerik atdhetar, mësues të gjuhës shqipe dhe patriot, dhe se në periudhat të vështira të pushtimeve ka qenë faktor kryesor i arsimimit, vatër dije dhe kulture, dhe ka ndihmuar drejt për drejt në ruajtjen e identitetit. Pranvera e vitit 1929, atë Aleksandrin e gjen klerik në kishat e Leusës dhe të Përmetit, ku vijoi traditën e Imzot Nolit për mësimin shqip në shërbesat dhe ceremonit fetare. Krahas detyrës si zëvendës mitropolit, organizoi dhe drejtoi korin kishtar dhe grupet e katekizmit. Ndërsa në mars 1938, shkurt 1946, për 8 vjet, ai punoi edhe si mësues i lëndës së besimit ortodoks në shkollën e qytetit të Përmetit. Në vitet e luftës, atë Aleksandri kundërshtoi fuqishëm pushtimin fashist dhe uniatizmin e kishës ortodokse autoqefale të Shqipërisë. Kjo i kushtoi një internim në kampet dhe burgjet fashiste në Itali, nga tetori i vitit 1940 deri në shtator të 1941. Ishte iniciator dhe hartues i kërkesës që i bëri papës së Romës, Piu të 12, në emër të gjithë të burgosurve. Përse duhet të dënohemi dhe të vuajmë në burgjet e Italisë, vetëm e vetëm se kërkojmë lirinë tonë dhe të vendit tonë, Shqipërisë. Kjo është e padrejtë. Aleks Lipe ishte sa antifashist, po aq dhe antikomunist. Më kujtohet që thoshin se në vitin 1940 fashistët italianë e arrestuan dhe e quan në një burg në një ishull të Italisë për 11 muaj. Gjatë luftës së dytë botërore mbajti një qëndrim asnjanës, sepse e dinte që pas kësaj lufte, nëse do fitonin komunistët, do vinte komunizmi. Dhe ajo e dinte që komunizmi ishte po aq i poshtër sa dhe fashizmi. Pas kthimit nga internimi, me iniciativën e tij, në shtator të vitit 1942, krijoi në Kaludh të parën qet neutrale për vetëmbrojtje, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe mbajtjen e rregullit dhe qetësisë. Gjithashtu, u vu në mbështetje të organizimit të rezistencës dhe të luftës për çlirim, duke bashkëpunuar me patriot dhe intelektual përmetar. Zëvendës Metropolin e kthehu në bazë për strehimin antifashistëve që ndiqeshin për t'u arrestuar. Gjatë muajve korrik gushtator të vitit 1943, dera e zëvendësisë së Mitropolisë ishte e hapur për mbledhjen e krijimit të Këshillit Nacional Shqirimtar të Përmetit, antarit të cilit u zgjodh edhe ai. Por ajo që do të përndiqte deri në arrestim, gjykim të padrejtë, madje edhe në ekzekutim, ishte kundërshtia që atë Aleksandër Lipe kishte me komunistët dhe ideologjinë e tyre, të cilët kërkonin të merrnin pushtetin qeverisës të vendit pas çlirimit.
Shkëndija e parë e përplasjes ishte një artikull i shkruar nga Ata Aleksi në revistën fetare Predikimi, mars-prill 1938. Shkrimin e titulloi Për ata që adhurojnë materjen. Në vitet 30 të shekullit të 20, komunizmi i hapi luftë të hapur fesë se kush do sundonte shpirtin e njerëzve. Në këtë shkrim, Ata Aleksandr Lipe, me guximin dhe kurajon e tij, sinjalizoi për gjëmën që po vinte dhe paralajmëroi për ateizmin e egër, goditjen e lirisë shpirtërore dhe civile, dhe bashkë me të edhe liritë qytetare. Nëpërmjet pyetjes, a është Krishti komunist? Me një argumentim të bazuar në parabolitë e Krishtit, zbuloi në këtë shkrim falsitetin e komunizmit dhe humnerën që ndan Krishtin nga ideologët ateist. Me forcën e fjalës, argumentoi se nuk mund të krahasohet Krishti me Marksin, Leninin, Stalinin dhe të tjerë. Sa për qefin e tyre të tërbuar, edhe Krishtin duan të nëmrojnë me Platonin, Marksin, Leninin, Stalinin, Trotskijin dhe të tjerët si këta. Por Krishti është gur i triqipt, cili do pra që përpjek kryet në të, i thyhet, dhe kujdo që i bie në krye, i a thyen. Ai artikull shënoi një lajm të qartë se çfarë po fshi në këtë lëvizje që po fillonte. Erdhi ky artikull në një moment nevralgjik për lëvizjen komuniste që do të zhvillohej më vonë. E kështu që ata ja regjistruan. Ata Aleksandri ishte kundër autokracisë së diktaturës komuniste. Të ardhmen e Shqipërisë e shikonte në demokraci. Si kalorës i fjalës së lirë, i mëshonte ide se vetëm demokracia dhe regjimi demokratik do të mund të shpëtonin popullin nga varfëria, vuajtjet, pabarazia dhe padia. Mbështetur në dëshmitë e bashkëfshatarëve të tij, mësojmë se Ata Aleksi shpeshherë paralajmëroi popullin për të keqen që pritej nga komunistët. Nga ana tjetër, në raste të përsëritura, nuk pranoi bashkëpunimin me komunistët, madje i kritikoi ata dhe me guxim përballoi kërcënimet të tyre. Mbas masakrës naziste në Draçov, në 11 korrik 1943, përfaqësues të frontit e të celulës së Partisë Komuniste akuzuan me të padrejtë Papa Aleksin si shkaktarin dhe organizatorin e saj. Pasi arrestuan në prani të 25 burrave të Rëzës dhe të Përmetit në shkollën e qytetit, i bën gjyqin partizan, nga ku doli i pafajshëm. Vetë partizanët ishin shkaktarët e vërtet që i goditën forcat gjermane, pa menduar pasojat që mund të binin mbi popullsinë e pafajshme dhe të pambrojtur të krahinës. Një tjetër përpjekje e dështuar ishte edhe dërgimi i drejtuesve komunist për t'ia mbushur mendjen Ata Aleksandrit që të hiqte dorë dhe të mbyllte gojën së foluri kundër komunizmit dhe pasojave që do të sillte kjo ideologji. Përplasja me ta sa vjen dhe bëhet më e dukshme. Ata Aleksandri u rreshtua në krahata detarëve të ndershëm që flisnin hapur dhe nuk u pajtuan me idet komuniste dhe nuk ndanin të njëjtin mendim dhe veprim për luftën dhe për shtetin pas çlirimit. Kjo i kushtoi shtrenjtë. Pasi në qershor të 1943 deri në nëntor të 1944, drejtuesit lokal të frontit të Partisë Komuniste, sipas urdhrave nga instancat e larta, e arrestuan 2 herë dhe i bën gjyqin partizan në Zagori, në qendrën e zonës së parë operative. Në dallimin e këtyre krerëve komuniste është hyn edhe Bedri Shpaiu, të cilin e takoi në luginën e Pogonit, e dërguan atje
Edhe ai e liroi, nuk i gjente faj tek ai. Në munges të fakteve dhe veprimtarisë armiqësore kundër frontit, pasi e kërcënuan, e këshilluan dhe e lanë të lirë. Por ajo që spikat në historinë e këtij kleriku të veçantë, ishte vetë takimi me drejtuesin e atëhershëm të Partisë Komuniste, Enver Hoxhën. Disa ditë para kongresit të Përmetit, Mehmet Shehu dhe vetë Enver Hoxha e thirrën në takim që të ndronte rrugë, t'i bashkojë frontit dhe të vihej në shërbim të tyre. As njëri dhe as tjetri nuk e nënshtruan atë Aleksandrin. Me fakte dhe dokumenta, ai i refuzoi që të dy, si një klerik që mendonte për të ardhmen e popullit, si një bari i vërtet që e ruan me dashuri dhe me të vërtet grigjen e tij. Na kanë thënë se e thiri dhe Enver Hoxha këtu në Përmet, disa ditë përpara se të mbaj kongresi i Përmetit. Me mendimin që do të ishte delegat i zonës së Rëzës dhe të bashkohej me forcat komuniste. Papa Aleksi e bëri këtë takim dhe e kundërshtoi teorinë e Enver Hoxhës, duke i thënë se ardhja juaj në pushtet do të jetë një gjë shumë e keqe. Dhe nuk pranoi të merrte pjesë në këtë kongres. Dhe tha se për krajinë e Rëzës ne do të luftojmë të mbrojmë territorin tonë, siç na kanë thënë. Kur ka kenë Enver Hoxha 24 majt, pak para se me pushkatu, si më thënë, e thiri Enveri aty e i tha më kthymin i ka thënë në botë se të rathoj Krishtit se jam i betuar për punë, ka thirrë ai para të jetë. Kështu që mbje keq. Në fund të shtatorit 1944, 3 partizan nga qarkori i Gjirokastërës morën urdhër për vrasjen e Papa Aleksit. Atentatorët, kur i shkuan në shtëpi, u befasuan nga fjalët, besa, kultura, zgjuarësia dhe nga mikpritja e tij. Kur u hapi derën e shtëpisë, ju tha: komunizmi rus, që do t'ju sjell nacional çlirintarja, nuk është për ne. Ai do t'jetë edhe më i keq se nazifashizmi. Komunistët në pushtet do të ekzekutojnë ata që punojnë për popullin. Mund të na e marrin edhe neve jetën, por e drejta për të cilën luftojmë dhe e vërteta që mbrojmë nuk do të zhduket kur. Miqt që dëgjuan këto, vendosën të mos e vrisnin. Ata i brente mendimi se kur nuk vijej dorë mbi njerëzit e Zotit, se mund të ndodhte që veprimi i tyre mund të kthehej në të kundërt e të kërkonte shpagim. Ai përveç faktit që foli drejt me të dërguarin e partisë, ai e takoi atë Aleksandr Lipën në Kaludh, edhe vajti me qëllim që ta eliminonte, siç e kishte porositur qarkori, po ai u çarmatos nga sinqeriteti i tij, nga buzëqeshja e tij, nga mirëpritja e tij, edhe e anulloi këtë. Në prag të çlirimit, shtabi i Ushtrisë Nacionale Çlirimtare urdhëroi komandantët e qarqeve për hartimin e listave me emrat e reaksionarëve kundërshtar, skeptik apo mosbesues ndaj qeverisë re komuniste. Edhe më pas, do të vinin arrestimet, dënimet dhe ekzekutimet. Në këto lista nuk mund të mungonte as Papa Aleksi.
Në mes të janarit të vitit 1945, filloi të vëzhgohej nga njerëzit e partisë. Në zgjedhjet e 2 dhjetorit të vitit 1945, nëpërmjet, Partia Komuniste dërgoi kandidatët e saj për asamblen kushtetuese, vetëm njerëzit e luftës dhe nga radhat partizane, dhe jo demokratët dhe patriotët, si Athiniji Tomi, Ata Aleksandr Lipe, e të tjerë, të cilët propagandonin kundër Partisë Komuniste dhe platformës së Frontit për zgjedhjet. Përmetarët që i njihnin mirë ata, u bën me krah, u doli frika nga ato ditë të nxehta politike të dhjetorit të vitit 1945 për të hedhur votën kundër Frontit. Ata kundërshtuan kandidatët e Partisë Komuniste dhe intensifikuan bisedat me njerëzit dhe me çdo familje qytetare që të votonin kundër Frontit. I gjithë qyteti e kuptoi se drejta më elementare e tij ishte shprehja e vullnetit të tyre, vetëm me vot. Kjo bëri që përmetarët të votonin kundër pushtetit komunist, dhe si përfundim, 67% e votave ishin kundër. Ky rezultat në zgjedhje ishte edhe si pasojë e porosisë së Ata Aleksandrit. Ditën e votimeve, secili të bëj sipas mendjes së vet. Mosrreshtimi i Papa Aleksandrit në krah të luftës, kundërshtimi për reformat e para komuniste dhe opozita ndaj zgjedhjeve, i nxitën njerëzit e partisë të sajonin grupin armiqësor të Përmetit për të justifikuar heqjen qafe të Atë Aleksandr Lipes dhe bashkëpunëtorëve të tjerë të tij. Nuk kaloi shumë kohë dhe një ditë të shtunën në mbrëmje të 9 shkurtit 1946, në kafenen në qendër të qytetit, pranë Shën Marisë së Pazarit, disa ushtarë të mbrojtjes prangosën zëvendës mitropolitin e Përmetit. Edhe përgatitej të ikënte kur u ofruan 2 agentë të sigurimit edhe i thanë do vish me neve. Atëherë ajo e kuptoi që tërë shërbimet që i kishte bërë popullit edhe vetë komunistëve, duke i sqaruar se çfarë aventure të ndyrë kishin hyrë, i erdhi ora. Edhe tha, jepu nga një raki këtyre burrave këtu. Ai Gogua i tha, mirë urat, mund të largohesh. Jo, ai nxori paratë dhe i pagoi. Edhe iku, siç thot Nonda Bugjuku këtu, që iku me errësirë, se në fakt edhe dritat nuk ndriçonin më në Përmet. Ishte errësirë. Të nesërmen, me një makinë ushtarake, por mes qytetit, e degdisën në burgun e 7 pengjereve, në kalan në Gjirokastrës. Në gjyqin kundër Atë Aleksandrit, sipas traditës së gjyqeve komuniste, ishin mbledhur shumë njerëz jashtë sallës së gjyqit që bërtisnin poshtë armiqtë e popullit, kriminalët në litar, madje edhe me kova të mbushura me ujëra të zeza që t'u ahidhnin mbi kokat dhe trupat e armiqve të popullit. Këtij veprimi, në seancën e fundit, Atë Aleksandr Lipe ju përgjigj: "Kot lodheni me ne. Edhe ju, kështu do të lodheni në gjithë jetën tuaj. Por ta dini se mali që ka dëbor nuk fëlliqet me këllir." Pas disa ditësh për të ngjallur frikë, u arrestuan edhe 6 të tjerë. Vjen kapitulli i Kalas Gjirokastrës,
ku u bë gjyqi, edhe ku një kushëriri im ishte në grupin e 8 personave më të shquar të Përmetit ku u dënuan. Kryetar gjyqi ishte Bexhet Mema. Pas një timi 3 mujor, ku nuk mungonin torturat dhe trajtimi çnjerëzor dhe barbar, filloi gjyqi ndaj këtij grupi armiqësor. Ashtu siç ishte bërë zakon në gjykatat atyre viteve, edhe grupin armiqësor të Papa Aleksandrit e akuzuan si të lidhur me nazi-fashistët, anglo-amerikanët dhe monarko-fashistët grek. Gjykata ushtarake e Gjirokastër, me vendim numër 24, datë 13/6/1946, kryqëzoi atë Aleksandrin si sabotator të luftës nacional çlirimtare për veprimtari spionazhi kundër interesave të larta të dheut, për veprime sabotazhi kundër pushtetit ton demokratik dhe propagandën kundër integritetit toksor të Shqipërisë. Sipas dokumenteve të arkivave, akuzat nuk ishin gjë tjetër, veç se sajesa të sigurimit për të fundosur dhe eliminuar përfundimisht atë Aleksandr Lipen. Duhet thënë se arsyeja e vërtet që ai dhe grupi i tij u paditën ishte se kishin nxitur popullin të mos votonin komunistët në zgjedhjet e dhjetorit të vitit 1945. To kanë pasur si qëllim përmbysjen me forcë të pushtetit popullor, okupimin e atë dheu nga imperialistët dhe vendosjen e një pushteti antipopullor, shtypës e shfrytëzues. Trupi i gjykatësve ushtarak të Gjirokastrës, në kundërshtim dhe me atë që kërkoi prokurori, por si pas porosisë direkte të Enver Hoxhës, dha mendimin që prifti të pushkatohet, ndërsa të tjerët me burgime të rënda. I pandehur, i pranon akuzat? Jo, ato janë shpifje. Çfarë shpifjesh thua ti more? Ne kemi fakte. Faktet tuaja janë gënjeshtra. Trupi i gjykojës vendosi atë Aleksandr Lipe dënohet me pushkatim. Kjo është e padrejtë. Unë jam i pafajshëm. Akuzat tuaja janë të gënjeshtërta. Mbrëmjen e 4 korrikut të vitit 1946, aty rreth orës 9 të mbrëmjes, atë Aleksandr Lipe, i shoqëruar nga gardianët dhe skuadra e pushkatimit, me një makinë ushtarake, doli nga porta e Kalas Burg, në drejtim të vendit të caktuar, ku merrej jeta e të dënuarve. Ndaluan tek Gorica, pranë varrezave të qytetit. Ishte vendi që lahej me gjak e me jetë njerëzish, duke pushkatuar edhe një prift, një njeri të Zotit. Duhej pushkatuar edhe atë Aleksandr Lipe në poligonin e vdekjes, atje ku edhe më parë ishin pushkatuar partizan dhe patriot të pafajshëm. Atë Aleksandri nuk pranoi të pushkatohej nga prapa krahëve. I indinjuar, u kthye me fytyrë nga ekzekutorët, ju tha prerë dhe pa ju dridhur qerpiku. Qëlloni, mor katila vrasës, pse keni frikë? Trimat vriten dhe presin plumbin nga kraharori, ballëzi dhe jo nga prapa krahut. Pastaj bëri kryqin dhe ju lut Zotit. Skuadra gati. Fjerë! Një grup për Gjirokastret, unë s'u gabosha martu me në Stërmec. Ajo gruja ishte nisë atë ditë për Gjirokastër, por e morin telefon e i biri dhe tha, mor biri tha, thuja ti djalit, telefon, ishim për telefon, që Papa Aleksin e kanë pushkatu, ka kënë 3 vetë. Ai ka kënë në midis, e kanë pushkatu, bile plumi i parë se ka kap. Për të ngjallur frikën dhe terrorin, pasi e pushkatuan, e lanë të shtrirë në anë të Xhades
në ruajtjen e forcave ushtarake, ashtu siç ishte, i veshur me uniformën e priftit, me kryq në qafë dhe i mbuluar me gjak, duke qëndruar si ngadhnjimtar mbi 24 orë në atë vend pushkatimi. Pastaj groposën cekët në zhavorishtën buzëproj të zinxhirëve, që kur të vërshonin ujrat nga shirat e rëmbyeshëm të vjeshtës apo dimrit, bashkë me zhavorin të merrnin edhe trupin apo eshtrat e tij. Nga studimi i dosjes gjyqësore, si për të gjithë të dënuarit me vdekje, edhe për atë Aleksandrin, skuadra e pushkatimit dhe vendi i varrimit u mbajt sekret. Akoma edhe sot, atë Aleksandr Lipes nuk ishte gjetur varri për ta nderuar pas vdekjes, për t'i ndezur një qiri apo për të vendosur një tuf lule në shenjë respekti. Atë Aleksandri, në jetën e tij 51 vjeçare, u dënua nga 3 regjime: regjimi fashist, gjyqet partizane të luftës dhe regjimi komunist. Disa herë vunë në fije të perit edhe në buzë të varrit, madje edhe kur e çuan disa herë në ferrin e burgjeve fashiste në Itali dhe më pas të burgjeve komuniste në Shqipëri, ai nuk u dorëzua për asnjë moment. Jeta, aktiviteti dhe figura e atë Aleksandrit mbeti e pacënuar në gjyqin fars, të ideuar dhe dirigjuar nga ata që instaluan terrorin e kuq. Komunistët u hakmorën ndaj idealit të tij, duke ja ndërprer jetën dhe duke ja marrë atë në moshën më të mirë për punëra në shërbim të kishës dhe të besimtarëve ortodoks, dhe jo vetëm. Ata ja njollosën emrin dhe i përdhosën shtëpinë, ndërsa farefisin dhe të afërmit ja bluajtën në mullirin e luftës së klasave. Persekutimi, përçmimi dhe privimi të drejtave më elementare, siç ishte shkollimi dhe punësimi, përfshiu gjithë anëtarët e familjes së tij në Kaludh dhe deri në krahinën e Rrezës. Privimi ka qenë i shumashëm. Për shembull, kemi patur punë, më diskriminume, shkollën më kanë ndalu rreptësisht. Unë kam qenë zënësillec, më thënë drejtën, zënësillec, sidomos për matematik edhe histori, letërsi, kështu kam qenë pikë për kryp. Ndoli, desha më në bushën profecer, kam dhënë deri në 2 nac, sekretari partisë që janë ata në mbledhje, kam qenë çut edhe unë, edhe ti prit se apo më napin mua aty, apo një tjetër, ja dhoni shoku tjetër. Ne na luftoni si nga priti se partia nuk u ofë me partinë, që të ithe me partinë, ai nuk e donte atë sistem komunizmin, ai donte këtë demokracinë që është sot, ai pra të luftonte. I biri i Argjirit dhe i Sotirës, lindur në Kaludh. Jam 83 vjet, i vitit 1942. Kam patur një xhaxha, papa Leksit, e kanë pushkatuar. Edhe jetuam shumë keq. Në atë kohë që u pushkatuar, neve jetuam shumë keq, se ashtu qej koha. Atë Aleksandr Lipe u pushkatua në moshën 51 vjeçare. Ai rojti pak, por jetoi cilësisht. I fikën qiriun e jetës, por jo shpirtin, as emrin, as bëmat dhe kontributin e tij historik për komunitetin ku jetoi dhe baritoi. Dhuna barbare e largoi nga jeta në moshën kur mund të kontribuonte më shumë për fen, atdheun, paqen dhe vllazërinë. U ngjilli, të cilin ai e përqafoi që në fëmijëri e brumosi me dashurinë për Perëndin, për njerëzit dhe atdheun. Komunistët e eliminuan, por vepra e tij, fjalët e tij të lira, kurajo dhe guximi për ta thënë të vërtetën, frymëzojnë sot cilindoj që dëgjon për jetën e tij, sidomos përmetarët që nderohen
me figurat të tilla, si ajo e atë Aleksandrit. Adheu fitoi një dëshmor të demokracisë dhe kisha martirin e saj, i cili u flijua për t'i thënë të vërtetën popullit, ashtu siç bën një bari i vërtet. Atë Aleksandr është martiri i kishës ortodokse. I përjetshëm qoftë kujtimi i tij. Aleksi, që njeri i madh edhe Kaluvi quhet fshati Papa Aleksit. Ne kemi nderin që kemi një prifës nga Kaluvi. Është nder i madh për neve.